Shqipëria 2030 në BE, sot në orën 17 nga sheshi Skënderbej do të hap fushatën me gratë në një lidhje paralele online me 12 qarqe të vendit, por hapja e madhe zyrtare e socialistëve do të jetë të shtunën në orën 12, po në sheshin Skënderbej. Ndërsa demokratët me sloganin për Shqipërinë madhështore sot në orën 19 do të hapin fushatën në sheshin Nën Tereza. Pjesë e fushatës së demokratëve do të jetë edhe amerikani Chris Lasivita, për të cilin kryedemokrati Sali Berisha beson se është arkitekti fitores më 11 maj. Gjermania do ta bëjë përzgjedhjen azilkërkuesve që në kufi dhe do të ndalojë hyrjen atyre që nuk përmbushin kriteret. Ky është premtimi që ka bërë kreu i CDU-s Friedrich Merz, që pritet të jetë kancelari i ri i Gjermanisë. Kontrolli i kufive për frenimin e emigracionit paligjshëm ura dakord me vështirësi gjatë negociatave me socialdemokratët, edhe pse shkon përkundër frymës së hapësirës së lëvizjes së lirë Schengen. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të reja ndaj flotës në hije të Iranit. Sanksionet godasin një individ dhe grupe me seli në Indi dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, anijet e të cilëve kanë transportuar naftë iraniane. Sipas departamentit të Thesarit, shtetësi indian ka kompani transportuese me një flotë prej pothuaj 30 anijesh. Moti do të vijojë sot të ngrohet gradualisht si pasojë e qarkullimit të masave ajrore më të ngrohta me origjinë perëndimore. Kthjellimet dhe vranësirat e lehta do të jenë dominante gjatë paraditës. Sipas Meteoal, pjesa e dytë e ditës do sjellë vranësira, por nuk priten rreshje. Temperaturat luhaten nga 2 në 22 gradë Celsius. Ishte ky dhe informacioni i fundit. Unë jam Redi Prifti, lajmet e radhës në 12:30 këtu në Klan Radio. Muzik Klan Radio. Radio Klan 92.9 Datë 11 prill, hapja e madhe Asa Electronics Kamës, lagja numër 1, Bulevard Diplom. E jeni në festën e hapjes së madhe dhe përfitoni vetëm për 3 ditë. 11, 12, 13 prill, ulje në gjithçka. Deri në 68%. Surpriza dhe dhurata të pabesueshme. 20 vlerësit e parë në kasë për çdo blerje mbi 40.000 lekë, përfitojnë dhuratë një nga produktet: televizor Deluxe 32 polësh Smart TV Android, shes Philips 1800W Power Cyclone dhe smartphone Samsung Galaxy 06 6 GB RAM me 128 GB memorie. Mos mungo 11 deri 13 prill për këto dhe shumë surpriza të tjera në eventin e hapjes së madhe të Asa Electronics Kamës, lagja numër 1, Bulevardi Blu. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite. Optika Luani vjen me një ofertë të re për muajin prill. Tani mund të blesh syze dielli dhe lente ti përshtatësh me numrin që ke për vetëm 14.900 lekë. Kalo në dyqanet e Optika Luani dhe kryej vizitën tënde. Këtë verë të shohësh qartë dhe do mundesh të mbrosh veten nga rrezet e dëmshme në çdo moment. Zgjedh skeletin e preferuar nga gama e përzgjedhur për këtë ofertë dhe shpëto një herë mirë nga problemet. Optika Luani, zgjedhja juaj. E mër shok, e mban mend para 20 vitesh kur ishim 20. Mua më duket sigurisht e dje. Pa mër, pa. Dje para 20 vitesh. E mban mend atë golfin kaç? Po me atë që përplase. E kisha siguruar tek Alpsig. Mi dha lekët 1-1. Që atëre Alpsig, a? 20 vite pra, dje po të them. Alpsig. Vlerat që na bashkojnë. Je lodhur me pajisjet e vjetra? Mos i çodëm. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tre me ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët, 30% për të gjithë TV dhe audio. Përfshin dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 27 mars deri në 14 prill në të gjitha dyqanet Glob dhe online. Glob, cilësia është kursim.